Mëngjesi pa kafe për shumicën prej nesh është i pa imagjinueshëm, por pa marrë parasysh se sa kënaqemi me kafen e parë, duhet të kemi kujdes me këtë gjë. Polemika si kafeja është e shëndetshme ose jo, ende zjat, por ajo që me siguri duhet të themi është se kafeja në stomak të zbrazët nuk është as pak një ide e mirë. Një filxhan kafe në stomak të zbrazët paraqet goditje të vërtet në organizëm. Është i pakontestueshëm fakti se kafeja paraqet një burim të rëndësishëm të antioksiduesve. Është dëshmuar se ka efekt në pengimin e disa sëmundjeve malinje, siç është kanceri i zorrës së trash. Por ndikimi i kafes në organizëm mund të jetë negativ, posaçërisht nëse e pini në stomak të zbrazët. Një filxhan kafe në stomak të zbrazët stimulon sekretimin e acidit hidroklorik në sistemin e tretjes, ndërsa kjo ndihet shpejt tek ata persona që kanë probleme me gastritin. Nuk janë të kursyer as ata që nuk e kanë problem shëndetësor acidin hidroklorik, sepse ai përdoret për tretjen e ushqimit. Ndërkohë që nëse nuk keni ngrënë mëngjes, do të keni probleme me tretjen gjatë të gjithë fakteve të tjera. Posaçërisht është vështirë të treten proteinat. Ky është problemi numër 2. Proteinat që mbesin të patretura në trup mund të shkaktojnë probleme të shumta shëndetësore, siç është fryrja e stomakut, irritimi apo inflamacioni i zorrëve, ndërsa në rastin më të keq, edhe kancerin e zorrëve. Studiuesit që janë marrë me këtë temë kanë konstatuar se më së miri është që kafen ta pini 1 orë pas zgjimit, dhe atë pasi të keni ngrënë të paktën një copë bukë. Nëse në asnjë mënyrë nuk mund ta shtyni kafen pas mëngjesit, atëherë zbuteni atë me pakës qumësht.